12 kilometra larg Tiranës në Laknas, familja e Hekuran Dedës, njërit prej viktimave të 21 janarit, ka hapur dyert. Ashtu si 4 vite më parë kur përsolli për në banesën e fundit djalin. Në 4 vjetorin e humbjes së njeriu të tyre të dashur, ata nuk kanë shumë për të thënë, veç fjalëve të nënës për drejtësinë e munguar. Zbardhet drejtësia. E besimin e kam te Edi Rama, besoj shpresat i kam te Edi Rama si do ta zbardhje këtë çështje. Fajnë ka urdhëruesi e zbatuesi, ata ne dojgjën zemrën, ata ma murën djalin. Mërzjeve në vështu shtuat të e kujtuë. Protesta paqësore e kthyer në vrasje, sipas tyre e ka një përgjegjës. Ti dënojnë urdhëruesit e zbatuesit. Ato janë i din gjithë bota, jo ne. Ish kryeministri e ish ministri i Brendshëm. Varfëria detyroi Hekuranin të dilte në rrugë për të protestuar kundër kushteve të padurueshme. Në shtëpinë e tij e njëjta kornizë dhe sendet që kishte në xhepa kur vdiq, një paketë me 3 cigaret e fundit dhe një portofol i vogël pa para.